çdo gjarpër që është helmues në vendin ton ka sy, pra nëse i shihet syri është si thua si sy mace, jo sy me iris rrethor. Megjithatë, natyrisht askush nuk do i shinte syrin, po është një element morfologjik i cili dallon shkëmbi gjarprin, falni. Kjo është bolla me 4 vija. Po. Ky është një gjarpër që shkon deri në 2.6 metër. Këtu është në Orikum, jemi në Orikum, në lagunën e Orikumit. Keni shkuar për të studiuar, për të patur një... Pra, ajo që po thoja, çdo gjarpër mbi 90 cm apo maksimumi mbi 100 cm i gjatë është krejtësisht i parrezikshëm. Dhe njerëzit tremben më tepër nga gjarprinjtë të mëdhenj. Këta gjarprinj, këta lloje apo janë lloje të tjera që njerëzit i mbajnë në shtëpi? I mbajnë rreth qafës, ato janë lloje të tjera të parrezikshëm, të butë. Po, natyrisht. Ne po flasim për faunën e egër të vendit tonë. 3 llojet e tjera si quheshin ndonjëherë? Pra, në përka e vogël e maleve të jugut, le themi në përka e vogël e maleve të veriut, dhe në përka me lara e malit. Megjithatë, këto janë vetëm në male, pra nuk janë përreth zonave të banuara, janë lartësitë e kullotave alpine dhe mund të hasen vetëm nëse shkohet në habitatin e tyre, pra në male. Këto lloje hasen vetëm nga njerëzit që bëjnë hiking, apo nga barinjt, apo ndoshta edhe nga ata që mbledhin bimë medicinale në lartësitë e kullotave alpine, ndërsa nga të tjerët nuk hasen sepse nuk i frekuentojnë, si të thuash, këto zona. Qartë, zonat e banuara. Pra vetëm një gjarpër kemi të rrezikshëm në Shqipëri përreth zonave që janë të banuar. Një mund të jetë. Vetëm një. Patjetër mund të jetë, pikërisht, po kjo një, prap nuk është se është që të na qetësoj, më e rrezikshme, por sa e përhapur është, kjo është pyetja ndoshta që nuk është shumë e zakonshme. Nuk është e zakonshme. Okej, se mund të jenë disa lloje që janë pa zakonshme, mund të jenë dhe bën kërdin, si të thuash. Tani jam plus që nuk sulmon, thashë shumë paqësore. Nuk sulmon. Dhe gjëja e parë që duhet të bëjmë ne është që të mos e sulmojmë, sa e shohim të fillojmë të reagojmë, ta vrasim edhe ta shkelim. Ky lloj ka një gjë që në rast se konstaton praninë e njeriut, atëherë nuk lëviz fare. Po. Sepse mekanizmi mbrojtjes është i tillë në mënyrë që të mos e ekspozoj veten. Pra, në përka mendon se është e kamufluar në mjedisin ku haset dhe në mënyrë që të mos ekspozohet nga lëvizja qëndron pa lëvizur, mund të qëndroj pa lëvizur 45 minuta, 1 orë, pa lëvizur fare. Për sa kohë njeriu është pranë saj. E kuptova. Ka njerëz, Miriam, që përdorin squfurin duke shpërndar atë në cepat e oboreve apo taracave të mbjella, jo se kanë konstatuar, ose po edhe nëse e kanë konstatuar. A e largon squfuri një zvaranik, çfarë do lloj qoftë ai? Jo, nuk e largon. Squfuri dhe asnjë kimikat tjetër që është përdorur për këtë qëllim, në bazë të studimeve të bëra, është vërtetuar se ka shumë pak ndikim ose as pak ndikim. Po? Kështu që nuk rekomandohet trajtimi me squfur, apo qoftë edhe me naftalen, apo në produkte apo produkte të tjera kimike të cilat përdoren me qëllimin për të larguar gjarprinjtë, dhe këto, pra është vërtetuar shkencërisht që kjo nuk funksionon.